Por ajo që dua të them është që dëgjoj shumë shpesh sot edhe tradhti, dënojnë njerëz, tradhti. Dhe më vjen keq kur fillohet edhe dënohet 1, 2, 1, 3, kur unë gjithmonë do ta nisja nga vetja. Në qoftë se unë do isha në një lidhje ose do kisha një marrëdhënie që dikush do më të rrethonte, nuk do ta kërkoja këtë, as tek veti i tjetër që dëgjoj shpesh që u fut dikush në mesin ton. Qartë. Ose burri. Jo, nuk do ta shikoja. Jo, nuk do ta shikoja. Jo tek njeriu i tretë. Jo, tek njeriu i tretë. Po tek njeriu i dytë. Do ta shikoja tek Imja një herë. Do ta shikoja Monikën ç'a gabime ka bërë Monika me njeriu që do. Pa diskutim që kemi bërë. Pastaj tek njeriu i tretë jo. Kur nuk do ta kërkoja. As nuk kisha për të vajtur. Pse? Sepse jemi në një botë të lirë dhe në momentin kur marrim vesh, sepse nuk e kuptoj dot që pse kemi kaq të vështirë dhe pse jemi kthyer shumë mrapa që në qoftë se një çift i ka mbaruar një marrëdhënie, nuk është më ajo e treta që e ndalon këtë çift ose që e prish këtë çift, por nuk ka qenë. Sigurisht. Nuk ka qenë. Dhe unë jam kundra të tretës. Unë jam gjithmonë grua, burr, grua. Aty duhet të gjendur dhe në momentin që nuk ka më jetë, nuk e di pse dhe sot e kësaj dite, përveç njerëzve të pasur që s'din se si t'i ndajnë ato pronat, pasurit, dhe këtu fillon problemi më i madh që do t'i filloj shoqërisë shqiptare.